2 javë pas fitores në 11 maj, kryeministri Edi Rama ka thirrur në një takim kandidatët dhe deputetët e parlamentit të ardhshëm. Lideri i socialistëve paralajmëroi ndryshime në parti dhe në qeveri. Kemi mësuar se për ta vënë tërësisht në funksion të këtij vendi një fitore të arritur, na duhet një punë e madhe me veten në radhë të parë. Përsëri këtë herë, po akoma më shumë se çdo herë, me ende më shumë thellësi dhe vendosmëri, duhet ta nisim nga vetja për ta ndarë mendjen si duhet mbi disa gjëra që duhen parë ndryshe, duhen kuptuar ndryshe dhe duhen bërë ndryshe. Në nivelin e udhëheqjes partisë, të grupit parlamentar, të qeverisë, padyshim dhe kur flas për nivelin e udhëheqjes, kam parasysh pikërisht këtë grup udhëheqjes që është këtu. Na duhet me dorëmos një mirëkuptim i plot brenda nesh për të siguruar dhe pastaj për të siguruar popullin shqiptar, si edhe familjen e Bashkuar Evropiane, me fjalë të përputhura me veprat se ne do ta përdorim fuqinë e jashtëzakonshme të mandatit 4 në radhë të parë si një fuqi të madhe vetkorrigjuese. Kandidatët që nuk morën dot mandat ju premtoi poste të tjera. Por mandati 4, që sapo kemi marrë, është një histori krejt në vete sipas meje. Dhe nëse në familjen tonë të madhe fitoria 11 majit matet me kënaqësinë e numrit historik të mandateve që morëm, për ne, të gjithë ne që jemi këtu, trupën udhëheqëse të kësaj familje, mandati 4 duhet matet me barrën e stërmadhe të një përgjegjësie historike, të cilën populli shqiptar e hodhi mbi supet tona me peshën e jashtëzakonshme të plot 83 mandate. Janë 83 gur në kurriz. Duhet të them vllazërisht gjithë atyre që në shtator nuk do rikthehen në parlament që unë u mirëkuptoj plotësisht mërzinë për humbjen e garës individuale. Nuk ka garë individuale që mund ta humbasësh pa u mërzitur. Edhe kur luan me fëmijët me top, ke një moment mërzie nëse kupton që ti si je më ai i pari dhe ata nuk janë më ai të vegjël, prandaj u munde. Por i siguroj se nëse do ta shohin humbjen e vendit punës në thonjza si një mundësi të re për një eksperiencë të re personale dhe profesionale në një vend tjetër pune, po në shërbim të njëjtave qëllime të përbashkëta, si fitues të mandatit historik të 11 majit, atëherë jo vetëm që do të vazhdojnë të jenë të dobishëm, shumë dobishëm për këtë familje dhe për Shqipërinë, po do ta pasurojnë karrierën e tyre politike e profesionale, dhe nëse dëshirojnë të rikthehen në kuvend, do mund të garojnë përsëri në të ardhmen. Ai dha dhe disa porosi që i ka quajtur me rëndësi për realizimin e objektivave në mandatin e 4. Së pari, Akademia Politike duhet hap në gjysmën e 2 të qershorit një sesion të posaçëm për të gjithë deputetët dhe deputetet që do të hyjnë për herë të parë në kuvend, ku do duhet e ndihma e kontributi deputetëve dhe deputeteve me përvojë, pavarësisht nëse do të jenë apo s'do të jenë në legjislaturën e ardhshme në kuvend, dhe besoj që nuk do të mungojë gatishmëria për të ndihmë. E dyta, duhet të organizojmë disa mbledhje të mëdha pune, 1 apo 2 ditore, në Tiranë dhe jashtë Tiranës, me grupet kyçe të interesit për suksesin e mandatit 4, ku të ulemi shumë shtruar dhe të përpiqemi të marrim vesh sa më shumë, në mënyrë që të kuptojmë sa më shumë se sa dhe ku dhe si duhet vetë korrigjohemi, me protagonistët e botës së inovacionit teknologjik, me fermerët dhe me agropërpunuesit, me përfaqësuesit e ndërmarrjeve prodhuese, dhe streti në udhëheqjen e drejtuesve politik
Duhet të nisim me njëherë përgatitjen e hartave të veprimit për zhvillimin e qarqeve drejt Shqipërisë 2030, si dhe duhet nisim me njëherë paralelisht punën për zgjedhjet e ardhshme vendore. Këto deklarata Rama i bëri gjatë fjalës së mbajtur para socialistëve në Pallatin e Brigadave, të mbledhur pas ditën e kësaj të hëne për të festuar fitoren e 11 majit.